Me ardhë dita me marrë të keqë të përmetën se kësha menu në herë. Si të ka ardhë keq? Pa. Pse? Pa gjinat me lanë aty. Mirë, 8.000 vota Brandenburg, më shumë se 34 kandidatë të tjerë të Partisë Demokratike, nuk është pak, a? Unë i kam thonë një herë, shkatrove shtëpinë për Jaranin. Po dalë tani ke Monika që tha, Tedi Blushi tha, bëri 3 shtëpia tha dhe nuk u përgjigjej. Po këtu i tha Monika. Shkatroj shtëpinë për Jaranin. Kështu që kur ta lerdhe Tedi, mendoj do t'i bjerë rëndë shumë. Pse do ta lerdhe Tedi? Pa besoj se pa. Po pse do ta lerdhe Tedi? Nuk ka arsye. Po të kishin pasi çik seder të dy, Tedi me gjitha tjetën do kishin dhënë dorëheqjen. Po jo, nuk e ka lejuar Meta, sa ata nuk e ka bërë deklaratë. Ja, ata nuk janë aty, pastaj do të vrasin veten për komandantin, ti s'na lejon, por ne për të mirën tonë do ta bëjmë pa pyetje. Jo, ai u ka dhënë një lloj ultimatumi sepse ka bërë deklaratë zoti Meta. Unë nuk futem në parlament me dorëheqje. Fal, dorëheqja është vendim që ta kërkojnë tjerë apo bën vetë, si term. Por në këtë rast duhet një lloj mirëkuptimi. Një lloj pazari. Jo pazari, mirëkuptim. Sepse ata janë të gatshëm për ta dhënë. Me atë që di unë, mund të jem gabim, nuk e di tani. Se di, a janë të gatshëm. Kam një pyetje specifike. Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, kryeminist. Edi Rama 16 vjet, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Më mirë se sa ti këtë nuk e komenton asnjë person tjetër. Çfarë do të thoni ka për ty? Po kryeministër. Ta gjithë kanë qenë kryeministrat më e gjatë në historinë e shtetit shqiptar, mes 33 kryeministrave. Shiko, në kohën e verit, jeta gjatë shifej ti ishe i aftë, ti bjetoje atyre intrigave të borrit, po themi. Dhe për këtë Mehmet Çeu ishe i fortë, por me sa unë di, s'po them ke pjesa e luftës. Por te pjesa e detyrës tij si kryeministër, mendoj ka qenë jashtë ideologjisë, po të thotojë, ka qenë kryeministri i cili dinte në çdo orë, në çdo minutë se si ishte gjendja e zhandarmarie. Këtë e kam nga njerëz që kanë punuar aty. Pra, ta kanë thënë këtë ty që ai dinte çdo gjë për çdo vend, për çdo ndërmarrje, për çdo institucion? Unë po shkoj 60 vjeç, unë kam kontakte me njerëzit dhe kam folur shumë me njerëzit. Jo, e kam thënë që ti je njëri shumë afër ti. Te kam dëgjuar pikërisht në 83-4 kur ishte akoma, po, mbas vrasjes ti apo vetë vrasjes, nuk ka rëndësi. Vrasje apo vetë vrasje? Nuk ka rëndësi. Por mu, nesëm edhe presioni ka qenë i madh, por mua edhe nuk ka qenë vetë vrasje, nuk i hy asaj. Por luftë për pushtet ka qenë. Ka dash për mua familja në xhmia vet, ka dash siguroj veten mbas ikjes së Enverit. Me Mehmetin s'ka qenë sigurt në konceptin tim. Tani a lidhen dhe problemet e Kosovës që ishin po të thënjishin apo jo. Duhet pari çik më thellë. Megjithatë, unë mendoj që njerëz që kanë punuar me të kanë thonë me bindje të plotë që ai ishte kaq i dhënë pas punës dhe dinte gjendjen e çdo ndërmarrje në çdo moment dhe kur janë ankuar për njërin apo për tjetrin i ka thonë kjo punë është kështu, jo si thua ti dhe kjo është kështu se kam qenë vetë, kam parë vetë. Pra, atë detyrë e kishte marrë përsipër dhe bënte mirë. I vetmi që fliste anglisht. Po mi marr shqiptar. Shkruante New York Times. Shiko. Dhe i vetmi që ka dhënë një intervistë për New York Times. Unë kam një mik në Texas, nga një familje e madhe plaviane, i cili fatkeqësisht nuk i mbaroi studimet, se 91-shin u detyruan të ikin, erdhën nga Plava, qëndruan mamurës e ikën. E dëgjon rahat duke folë spanjisht, anglisht, serbisht, rusisht, italisht, i të vgjuar. Problemi është që nuk ka nevojë gjuhët i flasin shqiptarët. Sot mjafton të flasësh një gjuhë mirë, nuk është keq, që është një gjuhë ndërkombëtare nga Kina deri në ashtu. Po harrojmë ato rusishtën që kemi ditë, italishën apo gjermanishtën, edhe unë mund operoj. Jo, sa gjuhë flisni? Po, mendoj që kam pas operuar 4, por tani më ka operuar anglishtja. Rusisht? Anglishtja. Anglisht, rusisht, po ti? Ja pa nema me pa ruski. Rusisht, po, serbokratisht? Po tani problemi, jo, nuk jam marrë me serbokratisht. Po që unë mendoj. Po më i thonë dy tjera tani, pse na i lë kështu tani? Unë mendoj që mund të operoj gjermanisht, edhe gjermanisht. Italisht, anglisht. Italisht, rusisht. Po. Megjithatë anglishtën kam dhe nuk quaj as tjetër më nga këto, i rrezoj gjithë tjerët. Se në anglisht mund të them, ma thuj në çfarë do t'i thoshe në anglisht Sali Berisha dhe çfarë do t'i thoshe në anglisht Edi Ramës. Të dy flasin anglishtën shumë mirë.
Tani do ta them kështu, si është gjendur Berisha para elektoratit, do marrë shprehje nga tragedi, e shkruajtur tragedi Rostov-Göteborg, është i çik kështu banale, kur edhe punë e Rasivitas, por edhe punë e zgjedhjeve. Edhe kishte shkruajtur njëri dhe më kanë përcjellë të shprehje, më pëlqeu shumë. Po do të jap dy shprehje. Po? Edhe një shprehje është që shkon dikush në tragedin Rostov-Göteborg edhe hyn në tualet kur para se të dalë shef aty të shkruajt me diçka. Në Norvegji kjo? Duke ik nga Rostov-Göteborg, pra ke nga Gjermania për Suedi, besoj. Edhe i thotë në Suedi, jo Norvegji, në Suedi kjo, në Göteborg të Suedis. Po. Edhe shkruash atje, I came here broken hearted, came to shit and only farted. Kështu ishte rezultati i Berishës. Wow, do gjys anglisht, gjys shqip, me dialekt, faktit? Only fartit. Fartit. Pra, u shtëngua s'bëri gjë domethënë. Tani po ja them kështu. Më ka frymëzuar një thënie e Churchillit që unë po e përshtas me fjalët e mia, domethënë. Never so few did ever do so much for so many. Bukur. Pra, kjo thënia që shumë bukur. Se ne ti thua, ore, kush t'i dali për Zot, ka e banda ti e madhe kështu. Mjafton një kohezion, po të ketë thelb qytetar, sidomos media. Unë besoj se e kam fituar të betejën me media, edhe Facebooku mjafton tani, po edhe i media kështu. Po për me media, do të me ato që ka thënë media ka përfunduar edhe në gjykatë, I don't care. Tani ta vazhdojmë në anglisht bisedën? Po si dush. Po për Ramën, jo, mos më kaloj, po për Ramën tani, se dy shprehje thej për Berishën të rënda ishin të dyja. Atë e thash që për betejën që u bë mbi qejtë e Anglisë, kur flota ajrore britanike me Luftwaffe në përballë në pozicione edhe në situatat pa barabarta dhe pa një grusht 300 ca avion ka qenë ca kohë atje në gjendje lufte. Edhe Churchill tha, kur tha asnjëherë kaq pak nuk kam bërë kaq shumë për popull. Tani mu s'më intereson çfarë do bëj Rama, mu më intereson çfarë do bëjnë njerëzit. Të mos në vetsojnë asnjë lloj zëri. Le të bashkohen kohezion, se kur janë të vendosur, ata mund të bëjnë domethënë. Edhe roli i çdo njeriu në shoqëri varet nga integriteti, edhe nga ajo që bën. Çfarë kauze ka domethënë. Edhe nuk besoj që ne mund të vazhdojmë diskutojmë gjëra të tjera ndërtimit të shtetit pa elementin e parë, drejtësi. Se nëse ne beson se drejtësia, zotë ka? Po patjetër. Beson? Patjetër. Se është keni pasur një incident, një gjë vështirë në jetën tuaj. Incident pra se keni kaluar një pjesë në burg, kjo është ideja. Çfarë burgu? Jo, dënimi që është dhënë për para sa vitesh, mos gaboj. Për çfarë vit? Çfarë dënimi? Se ke gatru në burg dëshoj Berisha ose është Meta, unë s'jam në burg, e s'kam qenë herë. E kisha fjalën për dënimin për shpifjen. Për shpifje, çfarë dënimi? 3. Duhet jemi sakt sepse i me Shkërzenin. Po. Atëre bën një deklaratë Izet Axhia në vitin 2014. Te Gazeta Dita. Edhe unë citoj në vitin 2017 deklaratë. Edhe unë dënohem për shpifje nga lëtyrat e sistemit gjyqësor Berishës, edhe unë do mbyll që në 2014 filloi. Po, unë e kam cituar në 2017. Po. Edhe dënohem unë për shpifje kur ajo është aty. Ajo është aty. Unë jam referuar çfarë ka thënë në mënyrë publike, në të shkruar në gazetë. Po se sepse do të thonë nëse ju jeni referuar një gazetë. Po. Kjo bie. Po. Bie akuzë. Më bie në të treja gjyqjet e mia i njëjti prokuror nga Kuksi, njëri i familjes. Kur them unë që ai është organizatë mafioze, i zdoj ta besoni. Po pse janë budallëj amerikanët që thanë ai ka marrë peng një shtet tër, edhe ka cënuar sigurinë juridike edhe kombëtare Shqipërisë po dhe cënon dhe të Amerikës dhe shpallën grata, mos na hajde afër se na bën dëm. Edhe ka bërë dëmin. Do t'i dalë atje. Ky është rasti parë, po i dyti? Rasti i dytë ka qenë kur mua më ftojnë në një intervistë në Report TV, më thot Denis Minga. Ishte një intervistë
planifikuar për 3 ditësh. Po? Edhe më thot, Zoti Kara thot, ne thot kemi një lajm thot, ky Shkëlqen Berisha thot ka udhëtuar me Kasrot Ismailaj për në Pragë kështu. Çfarë mendoni ju? Unë them, nëse ka udhëtuar, se lajmi se thash unë, tha ai. E kisha thënë, s'keni lidhje fare me. po prit. Rasti i tretë është kur unë kam takuar personalisht, po dhe me tjerë, që vajtën dhe atje në gjyq, dëshmuan. Josef Ejsekun, kam takuar duke qenë në aviacion, dohet bëja një shtesë fuqie, kam takuar Josef Ejsekun, edhe kam folë me të. Ishë administratorin e qesë shpërndare, Shqipëri. E kam thonë ku jeton, mua më ka thonë personalisht, qa o bëm, jetoj tha me qirathat tek apartamenti Shkëlqen Berishës të ETC-ja. Tani, edhe për të jam dënuar unë. Unë kërkova Ejsekun, nuk e thrasin për ta dëshmuar dhe dënojmë unë. Tani, kuptohet që këta njerëz tentojnë të të friksojnë edhe të të bëjnë dëm. Dëmet i kanë bërë gjitha. Dhe Turpi Ramës, ja them publikisht, që kanë shtrirë dëmin nga unë, të fëmijët e mi, të gruaja ime këtë gjithë. Gruaja ime ish kampioni, ish rekordmen në sport, e bia një rekordmeni. Kush është, thjesht për të ditë, kush është bashkë të ky? Engji Toska, e bia e Toskës. E bia e Toskës? Toska një emër i madh që unë e kam shumë për zë, jo ka shumë, e cila ka 2 mastera, edhe kam mbaruar të 2 masterat gati mesataren 10, edhe masterat. Dhe madhe vllajën e jetës unë kam pasur në dhe ti marrësh të gjithë dhe nuk guxojnë të arrisin pagën në 10 vjet. Për presion, se është aleanca në hije, ky person të mbahet këtu, as pagën time, as pagën e saj, as pagën e fëmisë. Aty ti bëjnë gjitha tani. S'ka me ndryshim, po ky është turpi tyre. Se nesër e di që nga Rama e në tjetër do vi do justifikohet, se kështu na tha ai, po ku do shkojë justifikimi? Kështu do thot ai që është administrator do thot më tha ministri do thot më tha Rama, po Rama çfarë do thot nesër? Që më tha ego ime. Po inshallah plas nga ego jote. Se unë do ri atje. Qoftë edhe me kokën time. Ata nuk e Berisha ma njeh kokën. Po çuni vet idiot nuk më njeh. Direkt. Mos ofendo. Jo, po, nuk mund të çosh ti një njeri që nuk ka prek dignitetin, se shpifja lidhet me dignitetin. Çfarë digniteti ka këtu? Ke drejtu po ofendo. Jo, po çfarë digniteti ka këtu që ti në arrogancën, po unë kur vajta atje, dhe kur hyn gjykatë dilem thonin kërkon drimën e gjyqtarit se është vegla familjes, edhe policët që ishin atje. E dinin gjithë. Edhe unë duke marrë me të punë i kam shtuar informacionet dhe e di mirë. Tani si e merr ti këtë dhe urdhëron ti këtë gjyqtarin dhe i thua me dhunë dënoa këtë që ky të quhet i dënuar, siç e the tani ti, të quhet i dënuar që kur të dalim nesër me këtë përballë, se mbasi dhash dëshminë në parlament ndodhen këto, kundër Berishës në 23 nëntor vit 2016, të quhet i dënuar që ky person pastaj të përballet ta quhen pabesueshëm. Dhe dëshmi, dhe këta ja kundërvun, dëshmi që mos lutë si qeni të me gjiknuari mos ta bëj. Kupton? Dhe kam bërë në kundërshtim me dëshirën të njëjit dhe tjetrit. Pra, kërcen Monika e ka bërë Damjani. Monika guxon dhe më quar mua Vegër Damjani. Kupton ti? Tani unë kam quar Monika për shpifje, do dali. Guxon ka thonë, e ka bërë tha kallëzimi për metër, ky që është paguar në mënyrë permanente, se ditej fjalën permanente. Do ta vërtetoj. Edhe ka përmendur Erion Velin dhe tjetrin. Unë se kam taku kurrë, as kam mend të takoj kurrë Erion Velin. Dhe nëse ka një njeri që ka dashur që të mos ngacmohet drejtësia në rastin e tij, kam qenë unë. Kam thonë, jo të dali Erioni shkoj ki Saliu, por Saliu të shkoj aty ku është Erioni dhe Ilir Meta. Kështu e shoh diskriminimin, se ka 2 janë kur e shet mënyrën e diskriminimit në drejtësi. E dyta, këta e marrin me shaka. Se më kërcet mua se u prishte erëzia miliarderëve hajdut politikës. Mua më dhimbset jeta që më morën dhe poshtrimin që ne jetojmë të sunduar. Kur jeton me njerëz të cilët nuk i bindën dëshkimit dhe nuk janë sipër ligjit, siç janë deri tani, Berisha deri tani e shumërt, jetoni sunduar, jo i qeverisë. Pra momenti që ne e ulim dhe bëjmë ligjin parapar për gjithë, aty fillojmë të qeverisemi. Dhe është shumë e rëndësishme ndarja e pushteteve. Dhe do kemi probleme me Ramën, se pa marrë mirë zgjedhjet thotë do ta bëj spakun. Do ta marr spakun. Spaku të marrë të keqen. Ju e quani këtë që ai pozicionon që
Unë nuk e di çfarë sinjali do t'japi. Nëse ai spaku ashtu, ne kërkojmë të kemi kontrolle transparence, po qytetare. Nëse sovrani parë është populli, ka të drejtë ky komisioni që do të ngrihet për të kontrolluar spakun? Ma i komisioni të zhduket dhe mos afrohet fare ke spaku. Komision pazargjish nuk në duhen fare ne. Ja këto janë qëndrimet e mia, se thonë këta është i njanshëm. Kur të mbarojmë punë me Berishën, do merrem me këtë. Se ka i duhet atje me gjithë me këta që janë në qeveri. Se në 12 vjet s'ka lënë kusur pa bërë. Edhe vjen puna, tregojnë këta, edhe mediat që janë rreth tyre, se po i shohim lista se si janë financuar. Për çfarë janë financuar to? Reklamat e mëdha që po i bën kjo media dhe unë po vi po shoh të ujë dhe po e blej se më tha për shembull Roland Qafoku. Po kush e ha këta më? To qindra milion, edhe këto koncerte pa lidhje etj. Ku me paratë e kujt i bëjnë këta? Zoti Kara, a ke frikë që je vetëm përballë shumë kundërshtarëve? Po pse që kam vetëm unë? Kë ke mbështet? Pse që kam vetëm unë? Kush ju mbështet? Atë po t'japi sentencë. Po? Unë kam njerëz patjetër, padyshim. Edhe me që këta, unë që kam vetëm, pse s'vin këta, merr me mua? Po bëj sfidë. Të vinë të merr me mua. Kur ketë drejtën tate, gjithë botën me pas kundër, mjafton ti mbështetesh Zotit edhe ke për t'ia dalë. Kur nuk jetë në drejtë, gjithë botën me pas pro, mjafton që ke dalë kundër Zotit, s'ke për t'ia dalë. Unë di që jam drejtë. Në drejtën time, familjes time. Në drejtën popullit tim, të vendit tim, e të besimit. Se ke ndryshuar luk? I bërë si Genç Gjokutaj. Si Genç Gjokutaj. Veshin, me jelek. Po, kishe për humor, do kem shumë punë të bëhem aq i bukur se ai. Kam qef të ngjaj. Kam qef të ngjaj që po shiko, është kishe për humor. Kjo shkon për tani. Mendo tani. Nesër jo të kam parë gjithmonë me xhaket. Sot po shikoj prerë të parë me jelek. Ke drejt tani, kështu është kur ra shiu dhe hoqja xhaketën se mu lag. Tani problemi është. Tani problemi është tu. Mendo tani Berishën në një gjyq ku unë t'jem përfaqësues interesave të vendit që e kam kallëzuar atë, inshallah shkon çështja në gjyq, të dy me lek. Unë këtë Genç janë dhe shumë bukur, Berisha në mes.